Vlora këtë mëngjes të së mërkurës të ofron një pamje krejtësisht magjike. Era e fortë bregdetare, por edhe deti e gërsuar, kanë shkaktuar dallgë të fuqishme në bregdetin e Vlorës. Dallgë të cilat janë përplasur më pas në bregdetin shkëmbor të Adriatikut, si dhe Jonit, duke dhuruar spektakël. Dallgët u përplasën në forcë në bregdetin e Lungomares, por edhe në shkëmbinjt duke u ngritur mbi lartësinë e tyre e duke ofruar një pamje të magjishme. Më pas, si me magji, ato janë kthyer sërish pas në det, duke u përplasur madje edhe mes tyre. Përplasja e dallgëve të krijonte këtë të mërkurë në Vlorë, një tjetër imazh mbreslënës. Bregdeti i Lungomares, mëngjesin e kësaj të mërkure, t'jepte përshtypje në një vendi të pushtuar nga dallgët e larta, të cilat ishin prezente në gjithë gjatësinë e tij. Pamjet më të mrekullueshme të ofronin për gjatë kësaj të mërkure, zona e shëtitores Lungomare nga fushat sportive në ujin e ftohtë në drejtim të tunelit, por edhe për gjatë bregdetit nga uji i ftohtë në Radhim dhe Orikum, ku pamja ka qenë vërtet e magjishme. Spektakli i këtyre dallgëve ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve të Vlorës, të cilët nxituan të nxirrnin telefonat e të filmonin e të fiksonin momentet magjike për ta. Mes qytetarëve dhe pushues, të cilët megjithatë janë të pakët, nuk munguan as këtë vjesht në Vlorë, pushues, vendas dhe turistë huaj, edhe ata të mahnitur nga magjia e dallgëve që të ofronte sot bregdeti Lungomares. Deti me dallgë favorizuar edhe nga era bregdetare, e cila preku qytetin këto ditë. Megjithse moti është më i qëndrueshëm sot në Vlorë, era është prezente veçanërisht në bregdet, duke ndikuar në fuqinë e detit, si dhe rritjen e intensitetit të dallgëve.